Përshëndetje të gjithëve. Petulla të shpejta do përgatisim ditën e sotme. Janë tepër të buta, nuk kërkojnë kohë të pushojnë dhe nuk thithin as pak vaj. Brumi i tyre kërkon miellin sigurisht, do t'i shtojmë lëng portokalli, e veçante e tyre është sepse do t'i shtoj edhe një lugë miell kokosi. Fillojmë me përgatitjen e brumit. Fillojmë të shtojmë përbërësit e ujshëm, në fillim një vezë. I shtojmë lëkurën e një portokalli, e grim nga ana më e imtë e rëndes. Portokalli do t'i marrim edhe lëngun. Nuk është portokall shumë i madh, pak më shumë se një filxhan kafeje lëng ka. Shtojmë një filxhan të çajit me qumësht, një lugë të gjellës vaj ulliri, i bëjmë një përzierje të mirë, e pastrojmë pak suprinën, pasi nuk punoj dot kështu. I shtojmë vetëm një lugë të gjellës me kokos. Kokosi këto petulla i bën të buta, nuk marrin vaj dhe janë tepër të shkrifta. I shtojmë një bustin nga ky fryrë si ëmbëlsirave dhe pak nga pak fillojmë të shtojmë miellin. Filxhani i çajit që unë po përdor është 200 ml. Në fillim shtojmë 2 filxhan dhe filxhani të tretë do t'i marrim vetëm gjysmën e filxhanit me miell. Do përgatitet një brum jo i fortë, por dhe jo i ujshëm, si e shikoni në video. Harruam t'i shtonim krip, ja shtojmë pjesë me dorë, shtojmë edhe pak tjetër. Këto janë petulla që mund t'i konsumoni me djathë, por fare mirë këto shkojnë edhe me çoko krem, me mjalt, me reçel. Kam vendosur tikanin në zjarr me vaj të bollshëm dhe me dorë do fillojmë të formojmë petullat. Për t'i dhënë formën më të rumbullakët, mua më pëlqen të përdor këtë metodën me duar. Është vetëm një lugë çaji me brum dhe fëllimi i tyre jo 2 fishohet, por 3 fishohet. Në fillim duhet kemi temperaturën e lartë, si petullat shtohen me njerë dhe më pas do ta ulim temperaturën, do ta çojmë në temperaturë mesatare. E lëm edhe pak flakën e sobës të lartë dhe më pas me njerë do ta ulim. Nëse do i pjekim petullat ose do i skuqim petullat në zjarr të lartë, atëherë ato nuk do na kullojnë nga brenda. Ndaj unë preferoj të vonohem pak, por petullat të dalin të kulluara. Vazhdojmë të shtojmë pak e nga pak që mos të bjej temperatura e vajit. Në një pjatë kam shtruar letër kuzhine që të thithin yndyrnën e tepërt dhe petullat e skuqura i largojmë dhe i vendosim në pjatë. I shtojmë petullat të tjera gradualisht derisa brumi të mbarojnë dhe shikoni sa të mira që duken këto petulla. Janë fryrë si tullumbace, nuk kanë thithur as pak vaj dhe janë tepër të kulluara. E gjithë shtëpia është plot arome mirë. Dhe shikoni si duken këto petulla. Si ju thash edhe në fillim të videos, mund t'i konsumoni me djathë ose edhe me reçel apo mjalt. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.